Dhe për pak sa deshmëra tava nga duart, nuk doja falja vetes, do I haja specat e mbushur nga dyshemeja pastaj. Shikojni sa të mirë I kanë bërë këto specat e mbushur, dolën vërtet shumë të mira. Dhe nëse nuk e dini akoma çfarë gatuani për drek ose për dark, ja ku keni një super ide, specat të mbushur. Dhe tani që po vjen dhe vapa e gushtit, nuk di mas çfarë të gatuajmë. Por siç thotë nana ime, një vakt në ditë duhet të jetë patjetër gjell. Ndoshta jam duke folur shumë herët, por kam një lajm shumë të mirë për të gjithë ju që ndiqni. Tashmë kam shumë kohë që jam duke punuar për një projekt që e kam me shumë zemër dhe e di që juve do ju pëlqej shumë. Por kaq për momentin se nuk dua të zbuloj shumë detaje, po ju lë juve në dorë që të shikoj se çfarë mendoni ju. Ndërkohë, doja t'ju rikujtoja që shumë për ju që I shikoni videot e mia, I bëni like, I komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Pasi e kemi përgatitur gjellën, do t'i mbushim specat një nga një siç po I bëj unë në video. Nuk ka problem nëse ju ka ngelur ende gjellë në tenxhere, sepse ato mund t'ia shtoni brenda në tavë. Patjetër që do t'i hedhim dhe pak ujë që të zjejë orizi, pak vaj ulliri dhe vendosim në furn në 230 gradë për 25 minuta. Dhe në fund fare shikoni pak se sa të mira kanë dalë specat e mbushur. Duke ju falenderuar shumë që ndoqët këtë video, bashkë do shihim videon tjetër. Ciao.